se shikoj shumë bashkëbisedues, shikoj një gjë, sigurisht do ta 11 maj tani sa afër mia dhe janë zgjedhjet, normalisht edhe unë përfshihem në debate, në biseda. Kam qenë qysh i vogël, i ndjeshëm ndaj këtyre çështjeve sepse kam ekzistuar viktime e tranzicionit socio-ekonomik, tranzicionit politik. Këtë rallë duhet m'ia dhënë opozitës, jo se harrojeni këtë prallën që na shesin partia në pushtet. Jo po Sala, lene mëse nuk ka Sala, ka marrë punë Sala është lider simbolik, është lider historik. Nuk ja jep Salës, duhet m'ia dhënë opozitës, mëse nuk ju jepet më këtyne që thonë të kisha vite jetë t'ja jap liderit, si dikur në kohën e Enverit. Sepse gjithë dashurinë që i kemi dhënë Edi Ramës ato vite, domethënë, që i kemi mënyrën e vet ja dhëm sepse mendum se ishte një diçka ndryshe, jo se do bëhet një vend të Enverit. Sepse mendum se nuk do lejote asnjëherë me ardita me thënë që marsh nga vitet tona, nga jeta jonë, si ju thoshin atëherë Enveri. Tani kjo bot Tirana, bot diktator komplet. Nuk guxon njeri me fol më vëlla. Nuk guxon njeri me fol më vëlla, me thënë i llaf. Jo po Sala kështu Sala, po lene mos Sala ka marrë punë Sala. Sala u bë sa vite, u bën një dekatë ca që nuk administron fonde publike. Boll mos se nuk është Sala, janë tjerë. Është opozita më, është opozita. Këtë rallë me adhon opozitës, kush m'ka pak gjan, e kush m'don, e kush beson ke dinamikat që ndjek, sepse njeriu vetëm betonin nuk ndryshon, edhe betonin ndryshon me kalimin e kohës. Njeriu përshtatet, shikon, mëson. Unë jam tu pa me këtë sjelljen e shumtuar të administratës publike, e cila kesh përdoret, e merret me shkuën mitingje me zëre, me votu me zëre, po kjo është përdhunim, është përdhunim i votës. Tani, nëse nuk ngrejmë zonin sot që jena 40 vjeç, 30 e ca vjeç, kur do ta ngrejmë zonin? Se po nuk ngrejtëm zonin sot, po shitëm votën sot, i takon që nesër mas nesër ta mbyllim gojën kur shikojmë femnat që shiten përpara. Nëse doni në një të ardhme të afërme tjetë normalizohet kjo gjëja që femnat shiten përpara, a kupton? Edhe mos ketë më dashuri, mos ketë më idealizëm, tjenë gjanat, çdo gjë marr jap. Sa lek jap ka, sa lek don ti ka, sa pranon, okay, po nuk mund bëhet dashuria kështu, nuk mund bëhet vota kështu, nuk mund bëhet Shqipëria kështu. Me shit votën e me pas frikë me fol. Se jemi vetëm popull në Ballkan që nuk dalim një herë me protestu. Mu nuk pëlqen protestat, në përgjithësi këto protestat e dhunshme, ama me protestu me anë të votës, një herë në 4 vjet e kena për detyrë, ja kena për bërë, ja kena për bërë skalamojve që do